4 gjëra që fëmijët nuk duhet t'i bëjnë kur ndaj prindëve të tyre. Ka kufi që nuk duhet të kapërcehen kur, sidomos me njerëzit që të kanë dhënë jetën. E para, mos e ngrit kur zërin dhe mos i shiko me zemrim. Mund të mendosh se ke të drejtë, por ata janë prindrit e tu, jo të barabartë me ty. Ata kanë bërë sakrifica pa kushte për ty. Të ngritësh zërin nuk është një shenjë force. Është një moment harrese për ata që qëndruan pranë teje të parët. E dyta, mos u zhduk pa i njoftuar. Ata nuk po përpiqen të kontrollojnë. Ata shqetësohen. Ky shqetësim nuk mbaron kurrë, edhe kur rritesh. Një mesazh i thjeshtë nuk të kushton asgjë, por u sjell paqe atyre. E treta, mos i lër të bëjnë gjithçka për ty. Prindërit nuk janë shërbëtorët e tu. Nëse ata ende mbajnë përgjegjësitë e tua, do të thotë se ti nuk ke mësuar ende të qëndrosh plotësisht në këmbët e tua. Pjekuria e vërtetë është dhe shihet te përgjegjësia. E katërta, mos u beso kur të tjerëve më shumë se prindërve të tu. Shumë njerëz do të dëgjojnë, por shumë pak do të duan pa kushte. Vëre mirë kush qëndron kur të gjithë të tjerët largohen. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme. Një ditë, zërat e tyre do të ekzistojnë vetëm si kujtime. Respektoj tani. Respekti ka vlerë vetëm kur jepet në kohë. Sa ka kohë ende, ke mundësi. Nëse kjo video të preku, shpërndaje në profilin tënd, ruaje ose dërgoja dikujt që duhet ta dëgjojë.